shkruani pushtet vendor, është, po thon gjithë bota. Bashkitë e djathta kanë zgjedhur gjykatën kushtetuese për të rrëzuar vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit, që bllokon lejet e ndërtimit në të gjithë vendin. Drejtori i shoqatës së bashkive, Fatos Hodaj, i cili e ushtron këtë detyrë që kur Albert Brojka drejtonte Tiranën, thotë se vendimi i KKT-s është goditja më e madhe në 24 vjet që i bëhet kompetencave të pushtetit vendor. Në ligjin për planifikimin e territorit nuk gjendet një nen që t'i japi të drejtën këtij këshilli për të cënuar pavarësinë, për ta asfiksuar pushtetin vendor. Dhe mund ta them me bindje që për 22 vjet që pushteti vendor operon, ky është cënimi më i rëndë që është bërë pushtetit vendor. Pra, ti hiqesh kompetencën kryesore. Se s'është vetëm leja e ndërtimit, është gjithë kontrolli i territorit, është një asfiksim, është një bllokim i gjithë aktivitetit të bashkisë. Hodaj është i bindur se do të fitojë të drejtën e kushtetuese, pasi sipas tij ekzistojnë vendime të ngjashme në të kaluarën që kanë shpallur fitues vendorët. Në vitin 2006, 2005-2006 për zogun e Zi, kur gjykata kushtetuese në 2 rastet i ka dhënë të drejtë shoqatës bashkive, pra i dha të drejtë bashkive pushtetit vendor për kompetencën e cila është një kompetencë e dhënë nga ligji, që është vetëm kompetencë, është funksioni vetë i pushtetit vendor. Shoqata e bashkive po përgatitet për betejën e radhës me qeverinë, duke u bërë gati të ankimojë në gjykatën kushtetuese ndarjen e re territoriale. Shoqata e bashkisë ka një projekt, por do të mlidhet, do të diskutojë dhe do të dali me vendim mbasi ta shikojë të ligjin të dal nga parlamenti. Jam shumë i sigurt që ne do të drejtohemi gjykatës kushtetuese edhe për këtë.